në emër të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës kemi dalë këtu për të shprehur indignatën tonë për refuzimin e 21 amendamenteve që kemi propozuar si grup parlamentar, projekte të rëndësishme, tepër të rëndësishme për qytetarët e Kosovës, edhe kanë qenë projekte të cilat ne i kemi sjellur në kuvend, të bindur që pushteti do të ketë mirëkuptimin e vetë dhe do ta kuptojë rëndësinë e këtyre projekteve. Më lejoni këtu që t'i përmend këto projekte, disa prej tyre, dhe të reflektojmë bashkë mbi rëndësinë e këtyre projekteve. Pushteti ka refuzuar që t'i rritet buxheti i Universitetit të Prishtinës, e ka refuzuar mësimin tërditor si njërin nga projektet më të duhura për shkollat dhe për nxënësit, për familjet e Kosovës, e ka refuzuar unazën e kryeqytetit, e ka refuzuar ndërtimin e spitalit të kryeqytetit, një ndër projektet më të rëndësishme që do të shkarkonte qendrën universitare të shëndetësisë. Ka refuzuar një varg projektesh që janë në interes të komunave, ujësjellës në Lipjan, ka refuzuar projekte të tjera që kanë të bëjnë me ndërtimin e ujësjellësve edhe në komuna të tjera si Izniqi ose Iztogu.